Alarmi i makinave të emergjencës që hynë dhe dalin në spitalin e Gostivarit është shpeshtuar dukshëm dhe kjo si rezultat i rritjes së numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë e temperaturave të larta që kanë kapluar edhe vendin tonë. Përveç rrezikut nga dehidrimi, mjekët theksojnë se gjatë kësaj periudhe organizmi dobësohet dhe bëhet më i ndjeshëm edhe ndaj viruseve të ndryshme. Ndërkohë, ditët e fundit është konstatuar edhe rritje e ndjeshme e numrit të pacientëve me të vjella e diare. Sipas drejtorit të spitalit, numri i pacientëve të trajtuar ka kaluar 100 raste në ditë, ndërsa institucioni është detyruar të përforcojë repartet më të frekuentuara me mjek dhe personel shtesë për të përgjigjur kërkesës së shtuar për trajtim. Reparti i pediatrisë është bagi, kemi shtretër, doktora kemi, bile kemi bo përforcime të kuadrit shëndetësor, edhe me kuadrin e mesëm, me kuadrin për doktora. Edhe mbram ka intervenuar dhe një doktor tjetër për mesnate. Fluksi me vërtet është shumë i madh, por ne do t'ja dalim. Mundohemi me gjitha forcat tona që t'ja dalim, edhe ja dalim. Kemi pas sukses mbram. Gjithë pacientët janë trajtuar në mënyrë të rregullt. Disa ankesa të vogla kanë qenë, por do t'i përballojmë edhe ata. Kam dhëna se këto 2-3 ditë të fundit ka arrit prej 50-60 deri në 100, ka kaluar deri në 100. Kjo, edhe më tepër, dështa. Kjo është ndaj viros, po të fjalë për ndaj viros, diçka tjetër nuk mund. Sipas profesionistëve shëndetësor, temperaturat e larta të verës krijojnë kushte ideale për shumimin e bakterieve, viruseve dhe mikroorganizmave të tjerë që kontaminojnë ushqimin. Si pasojë, rritet rreziku për infeksione të zorve dhe helmime ushqimore, të cilat shoqërohen me simptoma si diare, të vjella, dhimbje barku, temperaturë dhe dehidrim. Drejtori i Spitalit të Gostivarit, Emri Bajrami, ju bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë ditëve me temperatura të larta. Ai apelon që të shmanget konsumi i ushqimeve që prishen lehtë nga nxehtësia, të përdoret vetëm ushqimi i ruajtur në kushte të përshtatshme, të konsumohet sa më shumë ujë dhe të preferohen ushqime të lehta. Të qytetarët apelojmë që jenë më të kujdesshëm në konsumimin e ushqimeve, mos konsumojnë ushqime të gatshme, ushqime që rrinë gjatë nëpër skara, ushqime që rrinë nëpër gjelltore, perimet që i marrin nëpër vende ku shiten në mënyrë do të lahen, do të pastrohen. Edhe kështu, këto janë arsyet që mundet të ketë pasojat që kemi për momentin. Mjekët paralajmërojnë se më të rrezikuar janë fëmijët, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe personat me sistem imunitar të dobësuar. Ata këshillojnë që në rast të diaresë së vazhdueshme, të vjellave, temperaturës ose shenjave të dehidrimit, qytetarët të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore dhe të mos vetë trajtohen.